Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip në Dritare Televizion me një temë shumë interesante. Është historia e italianëve në Shqipëri, italianëve të pas luftës. Në 1943, mbas kapitullimit pa kushte të Italisë fashiste, rreth 20.000 italianë u strehuan nga shqiptarët. Duke punuar për një dokumentar së fundmi, më duk e jashtëzakonshme, ndërsa intervistuan njerëz të ndryshëm dhe të gjithë tregonin se kishin një italian në shtëpi, kryesisht në Shqipërinë e Jugut. Ndërkaq, 2.000 prej këtyre 20.000 italianëve të strehuar në shtëpitë shqiptare me rrezikun e jashtëzakonshëm të kapjes nga gjermanët, e parafiltroni vetë për çfarë po flasim, nuk bëhet fjalë për eksodin e 90-s, kur ju hapën dyert shqiptarëve krah pune, por ne i hapëm dyert italianëve, të cilët ishin në rrezik koke dhe na rrezikonin edhe neve, gjithashtu në atë kohë. 2.000 prej këtyre italianëve ju bashkuan partizanëve, ata krijuan batalionin Antonio Gramsci, dhe unë sot do të flas për një prej këtyre historive të jashtëzakonshme, historinë e një partizane këtij batalioni, historinë e Anunciata Fiores. Por më parë po ndaj me ju një muzikë e cila ka një histori të bukur. Jo vetëm është himni Antonio Gramscit, por është himni krijuar për një shqiptari, për një shqiptar të madh, për Tish Days. Është himni dhe unë po prezantoj me njerë të ftuarit të cilët do më tregojnë më shumë, është e kuptueshme, kohët kam bërë të veten. Ne nuk kemi pasur kohë të flasim për veten, ne kemi qenë deri në 90-ën në histori, në një fabull, një narrativ tjetër. Mbas 90-s ne kemi pasur uri për buk. Tani janë kohë të tjera, është koha për treguar historinë dhe u ta bëjmë këtë. Apo jo? Zoti, po filloj me radhë, Zoti Francesco Fiori, që është nipi i partizanes shqiptare, italiane në fakt, Anunciata Fiori, mirë se erdhët. Italiane, po. Pura. Po, ndërsa ju jeni shqiptar o italian? Unë kam maman shqiptare, baban italian. Kam të ftuar zonjën Elidiana Cane, e cila është kryetare e Komitetit Kombëtar të Veteranëve, mirë se erdhët. E vërtetë është që nuk kemi folur shumë për këtë histori. E vërtetë është. Pasta unë e thash gabim këtë që dikur s'na lejoj të flisnim për italianët para 90-s. Mas 90-s italianët e shikonim si atë që na hap derën, na japi buk. Tani jemi drejt një kohë tjetër, duhet të shohë narrativa. Faleminderit që na keni ftuar, faleminderit që keni organizuar këtë emision që është vërtet interesant, siç e thatë juve. Por doja të thoja që vërtet ne në kuadrin e 80 vjetorit të çlirimit të dheut e kemi patur në agendën tonë edhe për kujtimin e veprimtarisë së partizanëve italianë. Dhe shumë mirë apo e bëjmë tani. Unë po prezantoj dhe të ftuarit e tjerë, kam zonjën Maddalena Fiore, që tani është në Bergamo, është motra e zotit Francesco, ajo flet nga Italia. E kam tani? U rregullua figura? Po e kam. Mirë se erdhët, zonja Fiore. Faleminderit, mirë se u gjej dhe më bëj qefi që marr pjesë në këtë program të organizuar në kuadrin e 80 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë, ku midis partizanëve shqiptar pati edhe partizan italian që dhanë kontributin e tyre në çlirimin e vendit. Po, ne këtë do të tregojmë sot, histori personale. Dhe ndërkohë kam të ftuar gjithashtu në Skype nga Italia zotin Maurizio Nocera, që është përfaqësuesi i Ampit, e quajmë, po me fjalë në Pulja, po. Do një veteranëve, i partizanëve. Partizanëve antifashistë. Italianë antifashistë, po. Mirë se erdhët në Shqip, zoti Nocera. Tani këtu flitet shqip, italisht në të gjitha gjuhët. Siç e kemi bërë luftën bashk, tani mund të flasim në të njëjtat gjuhë bashk. Mund të flasim në italisht. Jam kurioze, tu nuk është folur shumë për faktin që në Shqipëri pas vitit 1943 ka qenë 20.000 ushtar italian. Duhet folur më shumë për këtë, apo jo? Sono stati dopo 43 20.000 italiani, soldati italiani. Può dire qualcosa di più?
Po kam qenë rreth 20.000 ushtar italian që erdhën në Shqipëri për të pushtuar vendin në 1939, gjatë regjimit fashist. Nga këta 20.000 ushtar që ndruan në Shqipëri pas kapitullimit dhe rreth 2.000 ushtar kaluan me partizan. Brigata e parë partizane udhëhequr nga Mehmet Sheu ishte ajo që priti më shumë italian. Përfshirë këtu dhe Annunziata Fiore. Fu quella che recepì, che prese più italiani, fra cui Annunziata Fiore, la tredicenne leccese, che diciamo che questa qui, non so se si vede. Sì, si vede, abbiamo la foto di Annunziata Fiore. Po, dallohet, e kemi edhe ne foton e Annunziata Fiores. Ai ishte nga Lecce? Ecco, qui vedo Mehmet Sheu. Ja, këtu në foto është Mehmet Sheu. Me siguri kjo vajza që shikojmë këtu në foto në të djathtë është Annunziata jo. Quanti anni ha Annunziata? Sa vjeç ishte Annunziata në këtë foto? Quanti anni ha? Rreth 13 vjeç. 13 anni. 13 vjeç? Këtë që nuk po e kuptoj. Përse ajo 13 vjeç vjen nga Lecce në Shqipëri dhe bëhet partizane? Ajo ishte në Shqipëri atë kohë. Annunziata erdhi në Shqipëri si vajza e 2 fermerëve afër Tiranës, në një fshat afër kryeqytetit. Bëri shkollën në Tiranë, por kur ra fashizmi në 25 korrik të vitit 1943, ajo dhe për shkak se prindërit e saj ishin antifashist, ajo mori pushkën, shkoi në mal dhe u bashkua me brigadën e parë. Ne e dim që partizanët shqiptar, Ushtria Nacional Çlirimtare nuk kishte armë për t'u dhënë partizanëve të ri. Partizanët që bashkoheshin me brigadën duhet përpiqeshin për t'u marrë armën nazifashistëve. Megjithatë ne kemi një fotografi me pushkë. Pra ajo ja doli t'ja marri dikujt. Ja këtu ne shikojmë në foto ministrin italian të luftës dhe në anën tjetër me komandantin e batalionit të Gramshit. Edhe Annunziata është në këtë foto. Është e njëjta vajzë që shikojmë në foto me të njëjtët flokë, pra Annunziata Fiore, nga Lecce. Non dava armi, non aveva armi da dare. Capisco. Allora, Annunziata Fiore è uno di quei 2000. Annunziata Fiore është një prej 2000 partizanëve italianë në Shqipëri. Dua të kërkoj vetëm pak kohë sepse në këtë emision duhet të flasim italisht dhe shqip. Të gjithë kuptojnë italisht, por mua më intereson të flas edhe shqip për publikun, që sigurisht është edhe italian, po është shqiptar sidomos, është nga dëm, sepse YouTube është ndërkombëtar. Këtu fliten të gjitha gjuhët. Trasmissione YouTube internazionale, si parla in tutte le lingue, però vado un momento da Maddalena. Maddalena, ti je Besa e Annunziata Fiores. Do me thënë e vajza e ke pasur hall apo gjyshe? Hall e kam patur, unë jam vajza e Generoso Fiores, dhe dallandyshe Fiores, nga lagja Muradia e Vlorës. Jemi pas kemi qenë afër në Vlorë. Po, e dhja shumë i Rudina që dhe ju jeni nga Vlora, nga lagja Muradia. Jo, e lagja tjetër po afër, aty në Vlorë. Po, kam dëgjuar program. Po sa shumë histori pas ka fshehur ky qytet që nuk i dim. Atëre, Annunziata Fiore është halla ime dhe ka ardhur në Shqipëri me familjen, me gjyshin tim, Fiore Ferdinando, në 39-ën, me atë programin që kishte Mussolini për të populluar Shqipërinë dhe jo që nga fshatrat që ishin që vuanin për bukën e gojës dhe i solli në Shqipëri që dhe të ambientoheshin, të gjenin një tokë ku të punonin, ku të jetonin dhe ishin ushtar rezerv, gjyshi që ushtar rezerv, po që nuk luftoi kundra. Atëre, ata morën një copë tokë në Kamës, ke Tafkazia u dha një copë tokë të madhe, ku aty punuar dhe vendos tër familja. Ishte gjyshi me 6 fëmijë. Dhe i 7 lindi po aty në Kamës, më i vogli. Babai që i vogël, 14 vjeç, kurse halla që erdhi ishte vetëm 8 vjeç. Jetoi aty, punoi dhe ishin një familje që kontribuan shumë në periudhën e luftës, duke kaluar aty shumë partizan që hanin, visheshin dhe këta domethënë kanë dhënë kontribut të madh në atë periudhë.